që është të nënohë. Moj Beatrice, na keni shokuar me atë pjesën kur e kemi përcaktuar si ku lajm që mund t'jetë i vërtet skualifikimi juaj nga gara e Eurovisionit. Pra ishte një gënjeshtër për ditën ndërkombëtare të 1 prillit. Betaman, kodal. E kemi parë dhe ka përgjirën në rrjetit duke u shokuar gjithë ose duke e marrë si të vërtet. Po, me tanë vërtet, në të sharova krejt, e ka qenësëru trunjen, po mrami ishte vonë, ishte në shtrat, edhe gjithaj minut më rëbo scroll, edhe më doli kjo gjo, edhe ndërkohë ishte të më thirë menagjeri, e më kapi i fje frika. Thash, o zot, për qatë në? Qka po ndodhë? Po, ishte lori. Nuk ishit bashkë me Kolën? Në të momentin kur e po atë lajmi? Ja. Unë e kam po mram në shpi, a i mëna i full me në telefon e i diktova e qeshi shumë. Qeshi fart. Ndreko se po shkojnë përgatitit fillimisht. Ju shohim edhe shumë aktiv në vendet të ndryshme. Cila është agenda momentale? Na të shina të bëha pre-parties. Beatrice, duket sikur e kemi një problem teknik, nga që Beatrice është në Milano në këto momente, por uroj të rikthehet sa më shpejt sërish në lidhje, sepse kemi shumë pyetje sa i përket këtij festivali prestigjioz. Beatrice, besoj që po më dëgjon tash? Po, tash dëgjoj, u bllokuj sekond. Shumë mirë. Një kupton që jena të bëha pre-party, është janë të feste që në organizojnë në shtete, dhe i tash kena bëha 2, kena ka në Saloniki edhe në Oslo. Tash kena me shkru, mas nesit, kena më njësë për Amsterdam, mëndë kena me shkru Londër, Manchester, Madrid, edhe këta pre-party jonë të në pregatit pak, adin, përqa, nuk është të thjesht prej shpis me shkru në Eurovision. Atëherë me pre-party jena të pregatit i fia dhe në mënyrën emotive, dhe me thonë edhe zemrën e shpirtin jena të pregatit, përqa publiku në për këta festa është krejt wow. Janë krejt njerëz që kanë qef me bëjt qefe, dojnë muzikën dhe dojnë edhe këngën tonë, atëherë jena të pregatit në këtë mënyrë. Dhe i sot kena bërë shumë gjana tjera dhe me thanë të organizu për Eurovisionin, do të me nisë shumë dokumente, dhe me shumë gjana, ma me nimen e RTS-s edhe Ministrisë e Kulturës të shkodal video jonë, dhe me thanë, gjanat ma të fështira i kena kry. Tesh në takon me përgatit zonë. Po. E po am gjithashtu që e keni përgatitur edhe videoklipin, ne keni finalizuar. Ishit kënaqur së paku dyshja juaj fantastike me atë klip, se çka po prodhoni edhe si po shkojnë gjërat në përgjithësi? Po, na kanë ardhur shumë komente të bukur. Dhe me thanë, jena super të gëzum, edhe jena të gëzum ja veç për veti, përça, na jena në rregull, do të thonë kena fitu festivalin, kena arrit një gjatë, si nuk e kena menu kur, për tesh vjen momenti për me qitë dhe me thanë edhe njerëz tjerë, edhe këtë Eurovisionit në mundësi, me qitë pak cilësinë edhe shqipnis, edhe me videon që ka zgjallë RTS, regjizorin që ka zgjallë RTS, me taman thamë që kena qitë një video shumë bukur, që na vlerëson këngën, edhe thamë se vlerëson i fije edhe shtetin tonë, edhe kulturën tonë.